Sot në mjediset e drejtorisë së policisë rajonale në Prizren, drejtori i policisë rajonale kolonel Faton Aliaj, në praninë e drejtorit të policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha dhe zyrtarëve të lartë të policisë së Kosovës, e ku ishte edhe krye prokurori i prokurorisë themelore Petrit Kryeziu, kryetaria e gjykatës Shpresa Emra, komandant të sektorëve të policisë në Prizren. Raportin për punën dhe angazhimet që i ka bërë kjo drejtori, raportoi kolonel Faton Aliaj. Ai ka raportuar edhe për suksese që ka bërë policia, sidomos në luftimin kundër narkotikëve, pastaj lidhur me rastet e vrasjeve, dhunës në familje, aksidenteve në komunikacion dhe të tjera. Vazhdimi i punës mirë në zbulueshmëri të rasteve të grabitit, këtu një vështirësi drejtor e kem të rastet të vjedhje utrona, do thotë ngjecje në zbulueshmërinë përgjithësi, të vjedhje të rona ka një ngjecje, vjedhjet të narkotik të është mirë, dhuna familje, prishje rande qetësisë publike. Këtu dëshiroj të potencoj me u njoftu juve, po edhe qytetarët përmes media, funksionon shumë mirë aplikacioni Lajmëro Policin. Mirë, po ka njëherë kem shumë ngarkesa në punë, edhe ai aplikacion ka unë dyshoj individ të caktuar, cilë të dalin me shëtitën për qytetë Prizrenit, edhe rrugë në ashtan lagje dorës 3-4 e shohin një automjet të ndalun trotuar. Rastet e dhunës familje për fat keq që kem thuj se një ditë pune apo një ditë viti nga një rast shihet aty -0.1 apo -1% punojmë këtë drejtim, sidomos në administrim duhur marrjen e masa. Këtu kem këtu edhe udhëhecin e qendrës për strehimin e viktimave dhunës në familje. Këtë vit kem filluar edhe me hallkat monitorimin e hallka elektronike, jem fazën fillestare. Veprat që lidhen me narkotik, po ashtu për shkak se jem qyteti i Prizrenit si qytet kufitar, edhe me një ekonomi të zhvilluar, është një rritje 119 raste. Kjo për shkak edhe bazë të PSO-s me cilat merren, po edhe angazhimi i zyrtarëve policor bashkë me njësinë rajonale të kundër trafikimit me narkotik, i kem të gjerën këtu prezent. Është një punë, një rezultat i mirë, edhe në këtë pjesë mojmë ligjerata në shkolla me qëllim parandalimit dhe dësimit. Në këtë takim edhe drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha me këtë rast ka veçuar angazhimin e policisë në Prizren, duke theksuar se ne du të vazhdojmë edhe me tema angazhimet tona maksimale dhe dua të them se Prizreni është një nga komunat më të veçanta në Kosovë. Po zbulimin e veprave penale që në bazë raportit që përmendi drejtori Fatoni ka shënuar një rritje të zbulueshmërisë që është shumë pozitive. Sfidat që i përmendi drejtori mbetin pothuajse të ngjashme me të gjitha rajonet e tjera të policisë së Kosovës, po edhe të policisë në përgjithësi. Policia gjatë tyre 3-4 vitet të fundit, që nga viti 2021-2, kemi pas një stat të jashtëzakonshëm në veriun e Kosovës, ku është angazhim i madh i personelit, i resurseve, i energjisë, jo vetëm të policëve tonë që punojnë në veri të vendit, po ashtu edhe për drejtorive rajonale të policisë, në këtë rast edhe për drejtorisë rajonale të policisë në Prizren. Sidoqoftë, ne kemi rekrutuar një numër të madh zyrtarë policorë gjatë 2-3 viteve të fundit, një pjesë tyre e kemi alokuar edhe në Prizren edhe në Kufi. Do të vazhdojmë edhe këtë vit të rekrutojmë policë të rinj. Jemi në proces të rekrutimit të personelit të ri, por shpresojmë që gjatë muaj të ardhshëm të dërgojnë në Akademinë Policore për trajnim në KSP, edhe pastaj varësisht edhe për vendbanimit edhe për nevoja operative të shpërndajmë në çdo rajon të policisë, përveçse edhe në Prizren. Mbetet të punojmë në këtu 2 strategjitë tona policore që i kemi në zbatim. Nganjëherë drejtori Fatoni po thotë janë objektiva drejtorit policisë, po mendoj që këtu përveç që janë objektivat tona si polici, janë po ashtu edhe një ndër 2 strategjitë më efikase dhe më të dëshmuara në botë për efikasitet edhe për garantim sigurisë. Krye prokurori Petrit Kryeziu me këtë rast tha se ju, drejtori i policisë, zotri Hoxha, keni dhënë një deklaratë sa i përket fajdeve. Prandaj ju bëj me dije se jeni qyteti ku më së shumti është luftuar kjo dukuri. Kështu që përveç kësaj ne si objektiv e prokurorisë kemi pas disa objektiva. Padyshim që kemi pas objektiv luftimin e fajdeve, veprat penale kundër mjedisit, kemi pas narkotikët, dhunën familje e korrupsionin.
Kështu që në këtë drejtim këto objektiva tona i ka mundësu padyshim policia, puna e madhe që është bërë prej policisë, sepse kemi trajtu diku 91 kallëzime penale të korrupsionit, kemi trajtu të narkotikët, unë i pa statistikat sa i përket kallëzimeve penale, por unë dua të flas më konkretisht me numra. Vetëm të veprat penale të narkotikëve kemi 378 persona nga ky kapitull të trajtuar. 69 prej tyre prokuroria që i ka pas janë ata të cilët kanë qenë për shitje e kultivim të narkotikëve, pra pjesa kategoria më e lartë. Pastaj tek mjedisi, ju e dini që në Prizren është bërë punë shumë e madhe, tek veprat penale kundër dërgatimit mjedisit e kemi pas në procesim mbi 40 persona dhe kemi sekuestruar mbi 2 milion euro mjete kryerjes veprës penale dhe dobi pasurore dhe kjo gjithmonë fal punës të madhe që është bërë prej policisë. Dhe nëse shkojmë me këtë ritëm padyshim që për pak vite do të vim në stadin ku në qytetin e bukur të Prizrenit nuk do të kemi më raportim për fajde dhe jemi shumë përkushtuar, jo vetëm me drejtorinë renale, po këtu do të më falenderoj edhe task force-ën kundër fajdeve në Prishtinë, sepse i kemi pas mbi 40 persona që i kemi pas në trajtim gjatë vitit 2025 në prokurori, duke përfshirë timet renale të Prizrenit për edhe task force-ën. Unë e them shpesh që edhe dështimet, edhe sukseset na faturohen edhe policisë, edhe prokurisë, edhe gjykatës, sepse për ata që e kuptojnë jemi një, sepse nëse dikun çalon hallka atëherë s'mund të shkojmë tutje. Kryetaria e gjykatës themelore në Prizren, Shpresa Emra, tha se ju jeni hallka e parë angazhimeve të sigurisë dhe kemi pasur një bashkëpunim të mirë e të suksesshëm, tha ajo dhe vazhdoi. Shifrat me të vërtet janë shumë të mëdha, shifrat tregojnë punën për kushtimin e të gjithëve që shtar dhe krye prokurori dhe në bazë asaj çka e pam, i shohim se të gjitha këto shifrat na japin edhe një pasqyrë se si vepron policia edhe të shifrat si pasqyrohen edhe në gjykata. Ju jeni hallka e parë e cila vepron në mbrojtje të kriminalitetit dhe në sigurimin e qytetarëve, prokuroria gjithashtu, por na jemi hallka e fundit e cila duhet të përmbledh të gjitha këto dhe në mënyrë që të sigurojmë drejtësi, ligj, rend për të gjithë. Bashkëpunimi jonë ka qenë gjithmonë në nivel, ju e dini se për çdo çështje kemi bashkëpunu, si me ju, si me prokurorinë. Bashkëpunimi do të jetë edhe në të ardhmen, do të vazhdojmë të bashkëpunojmë, për çdo çështje do të kemi takime të veçanta. Jemi të përkushtuar që të veprojmë në mënyrë të drejtë, shpejt dhe në mënyrë efektive. Nëse s'jemi efektiv, nëse nuk veprojmë të koordinuar në punën tonë, atëherë nuk do të kemi sukses. Duhet të ceki se raportet të cilit i keni cek edhe sfidat të cilit i keni në përgjithësi janë sfidat edhe na që i kemi, janë të ngjashme. Andaj, edhe puna duhet të jetë në koordinim edhe të bashkëpunojmë edhe të bashkëndojmë punën tonë. Mund gjithashtu, sa i përket çështjeve penale që kanë të bëjnë me narkotik, sipas raporteve të cilet ju i keni, e pas që është një rritje drastike. Na i kemi vrejt ato, por nuk i kemi pas to rezultate statistikat të cilet na vërtetojnë se në këtë vit duhet të jetë sfidë dhe duhet të përkushtohemi më tepër që të luftojmë këto vepra të cilat me vërtet shkaktojnë dëm të mëdha për të rritë dhe për të gjithë shoqërinë Prizrenit. Pas kësaj, pastaj kolonel Alia ka ndarë mirënjohje për krye prokurorin Petrit Kryeziu, kryetaren e gjykatës Shpresa Emra dhe ish drejtoreshën e emergjencave Ramize Shala, drejtoreshën e shtëpisë sigurisë, pastaj për mediat e Prizrenit edhe televizionin Besa, si dhe për pjesëtarët e policisë të cilët ishin të dalluar brenda këtij viti në krye të detyrave të tyre.